بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Gjitha falënderimet, gjitha lavdatat I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu. Salavatet tona, selamet tona këtë ditë të bekuar dhe të bereqetshme ja dërgojmë atë dashurit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes e tij, shokëve të tij dhe për të gjithë ata cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Në këto momente të bereqetshme pas lindjes së diellit, koha e duhas, koha e cila është përmendur në Kur'anin familjar. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu është betuar në këtë kohë. Është betuar dhe ka zbritur një sure komplet për këtë kohë të blefshme. Quhet Suratul Duha, surja e duhas. Kjo sura madhështore përmban shumë mësime, shumë vlera, shumë udhëzime shpirtërore dhe psiqike për t'i ndihmuar njeriu në këto momente të vështira të jetës, të cilat I përjetojmë dhe I përjeton shumica e popullit në përgjithësi, musliman dhe jo musliman. Kjo sura madhështore përmban në vete një shpresë, përmban vete një ditë më të mirë, përmban në vete një dritë që pason pas terit. Kjo sura përmban në vete një premtim nga Allahu Gjeleshanuhu për një pasuri pas varfërisë. Kjo sura përmban në vete një premtim nga Allahu Gjeleshanuhu, një kompenzim apo zëmëndësim I asaj që e ke humbur në këtë jetë. Kjo sura madhështore përmban në vete dashurinë e Allahut ndaj robit të tij. Se Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesi ynë I mëshirshëm, përkundër sprovave që ai na sprovon dhe na dërgon sprova të ndryshme, I madhi Zot nuk na haron, po ka dëshirë që ai në këtë momente të vështira ne ti kthehemi atij dhe ti mbështetemi atij dhe të kërkojmë ndihmë dhe zgjidhje nga ai Gjelle Gjelaluhu. Kjo sura madhështore përmban në vete udhëzime shpirtërore që sado që jeta të jetë e vështirë në disa momente të saja, në disa periudha të saja, përsëri kjo sura na jep një shpresë, na jep një forcë, na jep një ardhmëri që ne mos të dorëzohemi, që ne mos të humbim shpresën nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kjo sura madhështore, mufesirët e Kur'anit të gjithë janë në mendimit se ka disa shkaqe apo ka sebeb nuzul, ka shkak të zbritjes. Një ndër ato shkaqe të mëdha është ndërprerja e vahjit, e shpalljes nga I dashuri ynë, nga Allah, nga Muhammed alayhi salatu wassalam, ku për një kohë të caktuar I madhi Zot e ndërprej shpalljen, vahjin. Dhe filluan jo besimtarët e Mekës
mushrikt, pagant, armiqt e dinit islam, si në atë kohë, po dhe në këtë kohë, ta etiketojnë dhe ta njollosin dhe të talën me Muhammedin alayhi salatu wassalam, duke i thënë atij të haroj Zoti yt, ta ktheu shpinën Zoti yt. Ku e ke Allahun tënd? Ku e ke ndihmën e Zotit? E përgjegje, si përgjegje hynore, madhështore, historike, që nuk harohet deri në ditën e gjykimit, Allahu e zbriti këtë sure. E zbriti këtë sure që lexohet gjerë në ditën e kiametit. Bismillahirrahmanirrahim, wa dhuha, pasha kohën, pasha mëngjesin, dhuha, kjo kohë e cila pasi që të lind dielli, ja 15 minuta apo 20 minuta gjerë para drekës. Kjo periudha kohore pas lindjes së diellit, qerë në namazin e drekës, para namazit drekës, quhet dhuha në gjuhën arabe dhe në gjuhën e Kur'anit. Dhe se gjuha arabe me madhësinë e saj dhe me thellësinë e saj, pasurinë e fjalorit që ka, çdo moment kohor brenda 24 orëve, çdo periudhë kohore ka një emër special, ka një emër të caktuar që arabët e hershëm e kanë quajtur ato momente apo ato kohra. Koha namazit e sabahut, el fajr, para se me lind dielli. E pasi që fillon me lind dielli, shuruq. E pasi që të ngritet pas 20 minutave, duha. E pasi që të afrohet koha para drekës, duluk. E pasi që të kalon koha dulukës shems, vjen koha dhuhr. Pasi që të kalon koha dhahira apo dhuhr, vjen koha e asr, i ikindis. E para kohës e ikindis është koha e kajlules, një kohë e pushimit, që është e shëndetshme për pushim. E kështu me radhë vazhdojnë këto terminologjit, ku janë afër mbi 15 terminologji të çdo periudhe kohore brenda 24 orë, me emra të ndryshme që tregon pasurinë dhe vlerën e gjuhës arabe që është shpallur ky Kur'an. Prandaj Allahu betohet për këtë kohë të vlefshme që preferohet namazi 2 rekate, 4 rekate, 6 apo 8 maksimumi që pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam i ka fal. Pasha duhan, pasha këtë kohë të vlefshme, ma wadda'ak wadduha wal-layli idha saja, edhe në pasha natën, kur nata e kaplon, tërësira në kaplon, dhe çdo gjë qetësohet, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, nuk të ka haruar Zoti yt, dhe as nuk të ka kthyer shpinën Rabbuke, Zoti yt, kujdestari yt, që të ushqen dhe të mbron dhe të jep shëndetin e forcën e jetën. Nuk të ka haruar Zoti yt, o Muhammed. Po këtu në këtë sure, si që thëjnë edhe dietarët e Kur'anit, dietarët e tefsirit, el ibratu bi umumi lafz, la bi khususi sebeb. Mësimi merret nga teksti dhe struktura e përgjithshme dhe jo nga shkaku që është shpallur teksti kuranor për një rast specifik. Edhe pse është shpallur si rast specifik për Muhammedin alayhis salam, po mësimet dhe virtytet, instruksionet, urdhrat, dobit jenë generale, jenë universale për të gjithë. Prandaj edhe pse Allahu i thot nuk të ka haruar Zoti yt, po këtu futet edhe tër
besimtarët, futen tër besimtarët, futem edhe unë, edhe ti, edhe çdo kush që e lexon këtë sure. Nuk të ka haruar Zoti yt, o Muhammed, o Ahmed, o Muharrem, o Hajrudin, o Hasan, nuk të ka haruar Zoti yt. Pa marrë parasysh se ti je duke u sprovuar dhe je duke kaluar në për momente të rënda të kësaj jete. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khayrun laka min al ula. Ahireti, bota tjetër, shansa e dytë, mundësia e dytë, puna e dytë, pozita e dytë, pa marrë parasysh çka të vjen sprova në këtë jetë, ai rasti i dytë që Allahu xhaleshanu ta ka përgatit tyje, do t'jetë më i mirë se sa ajo që të ka kaluar apo që ta ka marrë Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj Allahu jep edhe merr. Allahu dhuron, po edhe kur don e merr dhuratën e tij nga robi i tij. Siç është rasti edhe i shpirtit ton, që është dhuratë nga i Madhi Zot për një kohë të caktuar, po do të vjen koha që do ta dorëzojmë këtë amanet, këtë dhuratë të çmuar e të shenjtë, do të ja dorëzojmë Allahut xhelle xhelaluhu. Walal akhiratu khayrun laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dhe ka për të dhënë Allahu xhaleshanuhu aq shumë sa që ti do të mahnitesh dhe do të kënaqesh shpirtërisht. Aq shumë sa që ti do të pajtohesh, që në fillim të duket se çdo gjë është marrë nga ti, çdo gjë ke humbur, mirë po i Madhi Zot me mëshirën e tij, me ligjin e kësaj jete, me sprovat e kësaj jete, i a kthen robit të tij përsëri atë çka e ka marrë në mënyra tjera, me metoda tjera, me raste tjera, me mundësi tjera. Wala sawfa yu'tika rabbuk, që ky ajet në strukturën e saj, në strukturën e këtij ajeti, jenë disa konfirmime të gjuhës arabe, wala sawfa lam at-ta'kid, që Allahu në të ardhmen pa dyshim ka për të dhënë, sa që ti do të pajtohesh komplet, do të pajtohesh tërësisht. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kjo ishte si hyrje për këto premisat, për këto premtime të mëdha. Tani thot dikush, ndoshta Zoti m'jep, ndoshta nuk m'jep. Ku me di ta realizon këto premtime të Madhi Zot apo jo? Allahu ta bën me dije. Tyje, mua, po edhe të dërguarit e tij ka bën me dije. Elem yajidka yatiman fa'awa. Ti o Muhammed ishe në fëmëri jetim, pa prind. Prindët i humbe që në vegjli, e i Madhi Zot të regoj kujdes ndaj teje, e i Madhi Zot të rriti, të ushqej, të zhvilloj, të begatoj dhe në fund të shpalljen e tij. Elem yajidka yatiman fa'awa. As ke qenë i dopt, i vetmuar, pa dyshim se po. Po Allahu xhaleshanuhu ka treguar kujdesin ndaj teje dhe prandaj je zhvilluar, je rrit, dhe kur i mbushe 40 vitet e tua, Allahu të nderoj me shpallje. Wa wajadaka dhallan fahada. Po edhe në ato momente të hershme të jetës, ti akoma nuk dije shumë gjëra, nuk ishe në mision të Allahu xhaleshanuhu, nuk ishe në atë rrugë që do të bëhesh ma vonë shembull për të tjerët, dhe dritë për të tjerët, dhe udhëzim për të tjerët, ke qenë me një periudhë akoma si i humbur, si çdo i ri. Normal, jeta e pejgamberit a.s. ka pas specifika që nga rinia, mirë po, nuk injorohet dhe nuk anashkalohet rinia e tij, ajo ana
që e kalon çdo i adoleshent, çdo i ri, çdo person i cili kalon nëpër disa faza para pjekurisë. Edhe i dërguari ynë ka kaluar nëpër disa faza, si djalosh, si i ri, ka punuar si bari, po me tregti, është marrë me punë të jetës, me bizneset të ndryshme, në atë kohë, derisa erdhi po vendimi i shpalljes. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Edhe ke qenë i varfër dhe i lodhur nga varfëria, e i madhi Zot të pasëroj, të begatoj, me punë, e me bereqet, e me rizk, e me udhëtimin tënd në Sham, po me Hazreti Hatixhen, me atë grua besimtare të sinqert e të pasur, që në atë kohë ishte një grua e biznesit, e shquar me emër dhe me zan. E ti shkove me të dhe e shoqrova atë, dhe ajo e pa besimin tënd, besnikrin tënde, emanetin tënd, sinqeritetin tënd, dhe në fund ishte edhe fati yt që ti ta martosh, apo ajo të jetë grua dhe shoqe e jetës tënde, dhe të gjitha fëmijët ti kesh nga ajo. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Këto ishin disa rikujtime për Muhamedit a.s. Tani çdo kush, specifikat e kësaj sureje dhe ky tefsir dhe ky koment psikologjik, shpirtëror, po për të larguar stresin, për të larguar po depresionin, për të larguar frikën nga e ardhmja dhe për të larguar mërzin nga e kaluara, po vlen edhe për ne të gjithë. Që ta kujtojmë jetën tonë se si kemi qenë para këtij momentit, ti kujtojmë rastet e tona të ndryshme, secili nga ne, që ka pas momente, raste, ku ai ka qenë i dobët, nuk ka qenë i ditur, nuk ka qenë i shkolluar, nuk ka qenë i zhvilluar, nuk ka qenë i njohur, po pastaj i madhi Zot me ndihmën e tij i ndihmoi atij, edhe ai me angazhimin e tij dhe me lutjet e prindërve të sinqerta dhe me përpjekjet e tija, po të gjithmonshme apo të pandërprera, duke punu, duke mësu, e ka arritur atë shkallë të diturisë, të pozitës, të pasurisë, me ndihmën e Allahut xhelle xhelaluhu. E pasi kjo ishte si rikujtim i çdo kujt, edhe për Muhamedit a.s., edhe për ne, atëherë Allah e përfundon këtë sure, fa emmel jetime fela taqhar. E çdo kush që është jetim, i ka humbur prindërit apo njërin prej tyre, dhe është i dobët, ki kujdes, të sillesh i mëshirshëm me të, të sillesh but me të tregon dashuri ndaj tij, ashtu si ka treguar i madhi Zot ndaj teje, ashtu si ka treguar i madhi Zot ndaj teje në çdo aspekt të jetës tënde. O Muhammed, po edhe o ti njeri që tani je bo ministër, që tani je bo dekan, që tani je bo profesor, që tani je bo një njeri i njohur për biznes, e je pasuruar, kesh kujdes. Fa amma al-yatime fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Edhe ki kujdes dhe gjithmonë rikujtoje këtë, ai i cili lyp diçka, kërkon diçka, i varfur apo jo i varfur, kërkon ndihmë, kërkon udhëzim, po kërkon pasuri, pyetje, edhe atë kesh kujdes, sillu mirë dhe but, dhe mos ja kthe shpinën, dhe mos e largo para syve, as jetimin, as të doptin, po as edhe lypsin të varfërin.
shifni çfarë udhëzime për shoqërinë, shifni çfarë udhëzime të arta për njeriu, shifni çfarë udhëzime hynore nga Allahu xhaleshanuhu për shoqërinë. E prandaj mbaron surja duke thënë: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Amma al-yatima fala taqhar, jetimin mos e largo, sillu but dhe mos jesh agresiv ndaj tij. Wa amma as-sa'ila fala tanhar, edhe lypsin dhe ai cili kërkon prej teje, po të tregosh mëshirë ndaj tij, po dhe të sillesh mirë me të. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, edhe gjitha këto të mira që ti ka fali madhi Zot, po ti fol, tregoj popullit, tregoj të tjerëve me qëllim të marrjes mësimit, me qëllim të udhëzimit, me qëllim të falënderimit Allahu xhaleshanuhu. Gjithmonë në këtë mënyrë tregoj të mirat e Allahut që t'i ka dhënë, jo me arrogancë, jo me mendje madhësi, jo me pa falënderim, po le të shihet falënderimi Allahu xhaleshanuhu në gjuhën tënde, le të shihet dhe le të demonstrohet falënderimi Allahut në gjymtyrë tuaja, në duar tuaja, në këmbët tuaja, duke i ndihmuar të tjerëve, po le të demonstrohet edhe falënderimi Allahu xhaleshanuhu në zemrën tënde, që kur zemra është e lidhur me Allahun xhaleshanuhu, ajo reflekton në gjuhë, e pastaj edhe gjuha me fjalë, dhe zemra reflekton në gjymtyrë, dhe gjymtyrët reflektojnë pozitivisht në shoqëri, duke i ndihmuar të tjerëve. I lutemi Allahu xhaleshanuhu me na ndihmua, me na i fal gabimet tona, me na udhëzua ka Kurani dhe nga këto mësimet koranore bashkohore, aktuale, sociale, individuale, familjare, të cilat shumicën prej nesh i kanë kapluar këto kriza, këto derte, këto probleme, e t'i kthehemi Kur'anit, e ta freskojmë zemrën tonë, ta freskojmë mendjen tonë, ta freskojmë edhe shoqërinë tonë me një optimizëm e jo me pesimizëm, me një shpresë, po për një ditë më të mirë, për një ditë më të shkëlqyer, për një moment më të bereqetshëm, se jeta e ka kështu, baticat dhe zbaticat, i ka të sprovat e saja, por muslimani nuk guxon që të dorëzohet, dhe muslimani nuk guxon që të dobësohet, muslimani nuk guxon që të humbe shpresën nga Allahu xhaleshanuhu. Ju faleminderit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.